Për çdo kënd I cili vuan nga një jetë me brenga, për këtë ti I cili ke sprova, ti I cili vuan prej sihrit, magjis, depresionit e gjërave tjera të ngjashme me to, lidhur për Allahun Azza wa Jall. Për këtë thot Allahu Azza wa Jall ti laje në harres argumentet tona, kështu edhe ne do të lëm në harres në ditën e gjykimit. E mjerja I mjerit të cilin Allahu Azza wa Jall e harron në ditën e gjykimit. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Për çdo kënd I cili vuan nga një jetë me brenga, me mërzi, pikëllim, depresion e gjëra të ngjashme me të, lidhu për Allahun Azza wa Jall, ktheu drejt Tij me tobe, me pendim dhe duke zbatuar urdhrat e Tij. Nga sa Allahu Azza wa Jall ka premtuar për besimtarët dhe ata të cilët bëjnë veprat e mira se do kenë një jetë të lumtur. E nëse jeta jote është vështirësuar, dije se kjo është nga duart e tua. Allahu Azza wa Jall tha: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ai cili kthen shpinën përmendjes time, kthen shpinën Kur'anit, kthen shpinën udhëzimit profetik, sunnetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e lem pas dore, e anashkalon, e bën sikurse nuk ka arritur të haj argumenti, do të ketë një jetë të ngushtë, një jetë me brenga, me pikëllime, mërzi, sprov pas sprove, edhe nëse I ka të gjitha të mirat e dunjas, megjithatë shpirti I tij do të vuaj në gjoksin e tij, në kraharorin e tij, për shkak se Allahu Azza wa Jall kështu a premtoi atyre të cilët I kthejnë shpinën Kur'anit dhe sunnetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Kurse në ditën e gjykimit gjendja e tyre do të kalon edhe më keq. Ato do të ringjallen, thot Allahu Azza wa Jall, të verbër. Do të pyesin dhe do të çuditen, nga se në dunja ishin prej atyre të cilët kishin sy, shikonin. Ata shikonin, mirë nuk ishin falënderues Allahut Azza wa Jall për shikimin e tyre. Nuk I lanë kur në sejdë Allahut Azza wa Jall, nuk u drejtuan kur drejt kiblës, kur nuk morën abdes, kur nuk I respektuan dhe kur nuk u bindën urdhrave të Allahut dhe urdhrave të pejgamberit Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall, do ta ringjallim të verbër, do thot o Zot, pse më ringjalle të verbër kur unë në dunja isha prej atyre I cili kisha sy dhe shikoja. Thot Allahu Azza wa Jall, kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Nga se ty o robi im, kur të erdhen argumentet tona, tu lexuan ajetet e Allahut Azza wa Jall, tu lexua Kur'ani, tu shpjeguan dhe I dëgjove hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I laje si në harres, sikur se nuk dëgjove fare, eruna Zot ndoshta edhe I kundërshtove me logjikën tënde, me mençurinë tënde, nga se jeton në shekullin, a e diti në cilin shekull jeton, në shekullin e 21, po edhe shekullin e parë dhe shekullin 21 e ka krijuar Allahu Azza wa Jall, krijuesi I gjithësisë, ai I cili ka krijuar shekullin e parë dhe shekullin e 21 dhe shekullin e 31, ai e din prej ditës se kur e ka kurdis dhe ka krijuar tokën se çka do të ndodh prej ditën e parë deri në ditën e fundit të kësaj bote, dhe ai është ai Allah Jalla wa Ala I cili e zbriti Kur'anin udhërrëfyes deri në ditën e gjykimit dhe ja zbriti shpalljen Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe e bëri vulën e pejgamberis I cili nuk do të ketë më pejgamber pas tij, dhe I tregoi atij se çka do të ndodh deri në ditën e fundit. Ai Allahu është ai I cili të ka urdhëruar me këto urdhra, ai I cili e din të fshehtën dhe më të fshehtën. Për këtë thot Allahu Azza wa Jall, ti laje në harres argumentet tona, kështu edhe ne do të lëm në harres në ditën e gjykimit. E mjerja I mjerit
të cilin Allahu Azza wa Jall e haron në ditën e gjykimit. Për këtë ti i cili ke sprova, ti i cili vuan prej sihrit, magjis, depresionit e gjërave tjera të ngjashme me to, lidhur për Allahun Azza wa Jall, filloja lexoja Kur'anin me meditim, që Kur'ani të bëhet shërim, Kur'anin që të para teje si një pasqyrë. Shkoje veten tënde te Kur'ani. Ku jam unë me urdhrat e Allahut? Lexoj ajetet e Kur'anit dhe shih veten tënde sa je praktikuesi atyre urdhrave të Allahut Azza wa Jall në Kur'an. Aty e kupton pse Kur'ani pastaj kur e dëgjon, ose kur ta lexon një hoxh, ose kur ta shpjegon dikush te ty nuk ka efekt dhe nuk u shërove. Allahu Azza wa Jall nuk gënjen. Allahu thot kemi shpall prej Kur'anit, i cili është shërim dhe mëshirë për besimtarët. E besimtari një moto e ka: dëgjuam dhe u bindem, atëherë shëron Kur'ani, zgjerohet gjoksi, largohet depresioni, largohet problemi, vjen bereqeti. Allahu na brëf prej atyre të cilët i zbatojnë urdhrat e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.